Shqipëria prodhon naftë bruto dy fishin e asaj që importon. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Burimeve Natyrore, prodhimi i naftës bruto vetëm për 2013 mendohet arri në shifrën e 1.100.000 tonëve, ndërkohë që sasia e kësaj lënde që ne marrim nga jashtë në vit është më pak se gjysma, afro 500.000 tonë. Drejtori i hidrokarbureve në AKBN, Kastriot Betaj, shprehet se shkak për këtë fenomen i cili ndikon dhe që çmimet e tregut ton të pakicës të varen nga vlera që një fuçi naftë shitet në bursë, është pikërisht sasia e paktë që përpunojmë. Vetëm 10% e naftës që nxjerrim arrihet të përpunohet në 2 rafineritë që janë në pronësi të Armos. Në rast se do të kishim përpunim të kësaj nafte brutë të prodhuar në vend, atëherë edhe kompanitë përkatëse prodhuese do të reduktonin shpenzimet e tyre të transportit për tregjet përkatëse, çka do të bënte që këto shpenzime të mos përfshieshin në kostot hidrokarbure, pra do të ishte në të mirë dhe të këtyre operatorëve, por në tërësi edhe për bilancin e përgjithshëm. Deri tani në Shqipëri janë 3 kompani të mëdha që bëjnë nxjerrjen e lëndëve hidrokarbure: Bankers Petroleum, Stream Oil dhe Transoil. Tatimi i fitimit që shteti ka vendosur mbi këto kompani është 50%, por deri tani asnjëra prej tyre nuk ka arritur të deklarojë fitim. Monitorimi i operacionit hidrokarbure të këtyre operatorëve nuk ka qenë në lartësinë e duhur. Kjo ka ardhur si rezultat i mos impenjimit të strukturave përkatëse të shtetit, po dhe të mungesës së kapaciteteve të nevojshme të fushës financiare dhe teknike. Në vitin 2008, Shqipëria privatizoi të vetme kompani që bën përpunimin e naftës në vend, Armo. Qëllimi ishte që nafta që prodhohet këtu të shitet në tregun e huaj së bashku me cilësinë e duhur dhe me një çmim 2 fish më të madh. Por gjatë 2012 dhe 2013, Armo ka përpunuar gjithsej vetëm 200.000 tonë.